Të dy e dim se ç'po ndodh, merr fund më në fund marrëdhënia midis Eglit dhe Gjestit, ja çfarë u tha midis tyre. Pas rikthimit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Egli Tako ka ndryshuar qasjen ndaj banorëve, veçanërisht ndaj Gjestit. Ky ndryshim vjen pas kohës që kaloi jashtë shtëpisë për arsye shëndetësore, duke shtyrë të rifutet për të përmirësuar imazhin e saj e për të vazhduar garën për çmimin e madh. Në një bisedë me konkurrentët, Egli theksoi se tani do fokusohet te vetja e do ta vërë veten në vend të parë. Ajo shpjegoi se ka kuptuar se si mund të ndryshosh në një periudhë kaq të shkurtër, duke u shprehur se gjithçka që ka ndodhur deri më tani ka qenë pjesë e një procesi mësimi e reflektimi për të. Ndërkohë Gjesti është përgjigjur asaj me një këngë duke e kritikuar për ndryshimin e saj duke i thënë: "Si në 9 ditë më ke harruar, nuk pas ka qenë dashuri, por fiksim." Teksa Egli është përgjigjur duke ju drejtuar: "Ti në konsciencën tënde, unë në konsciencën time, di dim të dy se çfarë gabimesh janë bërë, unë vazhdoj rrugën time me shumë vështirësi deri në fund." Teksa Gjesti është përgjigjur: "Ti the vazhdo tëndën, unë timen e the kështu, në rregull, unë sërish të bëj timen, gjej kohë që të flas." Ndërka që Egli është shprehur se ai më në fund një herë të vetme duhet të mbajë përgjegjësi për vendimet e veprimet e veta dhe sipas saj ka qenë gënjeshtër gjatë gjithë kohës. Për këtë arsye Egli shtoi se secili tashmë do të shikojë rrugën e vet teksa u shpreh: "Ka qenë një gënjeshtër, unë në rrugën time, ai të vetën, të mbaj përgjegjësi për veprimet e veta." Ai është lojtar shumë i fortë, i ka lëvizur dinamikat në shtëpi. "Unë kam vepruar me zemër, jo me mendje, kam kuptuar që ka qenë e gjitha një gënjeshtër e madhe, se ka qenë vetëm në kokën time. Pastaj pash ca gjëra jashtë që kuptova që secili duhet të jetë në rrugën e vet. Nuk më bë qef i madje, do kisha dashur ta shihnin edhe brenda edhe ai për fjalët që ka thënë, pasi nuk mund të nxjerr informacione nga jashtë, por ishin tepër të rënda për mua. Një njeri që të ka mbështetur e që ka mohuar veten për ty, e prap në fund të fundit ti sheh vetëm tënde, nuk të bëhet vonë fare. Edhe veprimet posdaljes tim nuk më kanë pëlqyer fare. Nga ana e atij, thjesht u bën shumë e tashmë ishte koha për të vendosur pikat mbi i." U shpreh Egli për këtë vendim të marrë midis të dyve.